Një ditë pas intervistës së dhënë në televizionin 6+1 Vlora nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, nisi puna në teren për të bërë gati infrastrukturën për instalimin e semaforëve. Sikundër ndiqni nga pamjet e filmuara nga televizioni gjatë paradites, kompania e cila do të merret me instalimin e semaforëve në rrugët kryesore të qytetit ka nisur tashmë edhe hapjen e kanaleve për të mundur shtrirjen e linjave të energjisë elektrike që do të furnizojnë me energji semaforët. Kjo është një iniciativë e Bashkisë së Vlorës dhe një projekt pilot me qëllim uljen e rrezikut të aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore për qytetarët. Mungesa e semaforëve për dekada në Vlorë ka bërë që në disa nyje të qytetit situata të jetë problematike, ndërsa tashmë në fokus do të jenë disa rrugë si projekti parë pilot, akse të rëndësishme si Transballkanika, kryqëzimi rrugës së Spitalit, kryqëzimi rrugës së Çipajve, si dhe zona e skelës tek ekrani, do të jenë pjesë e një projekti i cili do të shërbej drejt për drejt në disiplinimin e drejtuesve të mjeteve, por edhe të këmbësorëve, si dhe në uljen e rrezikut për aksidente. Afatet e punimeve do të jenë të shkurtra, ndërsa sipas të dhënave zyrtare dhe nga Bashkia e Vlorës, instalimi i semaforëve në rrugët e qytetit do të përfundojë brenda një muaji. Kjo do të thotë se qyteti i Vlorës në kulmin e sezonit turistik do të ketë një sistem të ri orientimi të kontrollit të trafikut, një zhvillim ky i rëndësishëm, duke patur parasysh edhe rritjen e ndjeshme të numrit të aksidenteve, sidomos gjatë verës. Vendosja e semaforëve shihet gjithashtu si një qasje modernizimi e infrastrukturës në qytet, por edhe i afrimit me standardet e një qyteti europian për të bërë të mundur menaxhimin e trafikut rrugor. Ndërkaq, pritet që edhe qytetarët e Vlorës, e në veçanti drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët, të mësohen me këtë risi dhe të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor.